Gjykata themelore e Prishtinës sot ka dënuar me 2 vjet burgim dhe 14.000 euro Lubisha Milković, i akuzuar për sulm ndaj ushtarëve të KFOR-it dhe Policisë së Kosovës në Zveçan me 29 maj të vitit 2023. Gjykimi ndaj Milković u shpall të ejtë nga kryetaria e trupit gjykues Violeta Namani Hajra, pasi i akuzuari ka arritur marrëveshje për pranim fajësie me prokurorin për veprën penale, sulm dhe pjesëmarrje në turmë që kryen vepër penale apo huliganizëm. Për vepër penale, sulmi ndaj personit zyrtar, Milković u dënua me 2 vjet burgim, në të cilin do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Kurse për pjesëmarrjen në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizmi, u dënua me 6 muaj burgim, i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit i zëvendësohet me gjobë në shumë prej 14.000 euro, të cilin detyrohet ta paguajë në afat prej 3 muajsh. Aktakuzat thonë se si pasojë e këtyre ja lënduar 30 pjesëtar të KFOR-it, 3 nga predhat e armëve të zjarrit, si dhe janë shkaktuar dëme të konsiderueshme në automjetet e KFOR-it të Policisë së Kosovës, si dhe në veturat e gazetarëve të cilët i kanë mbuluar ngjarjet e asaj dite, që përfshin djegjen e plotë të disa automjeteve ose dëmtimin fizik në masë të madhe. Me këto veprime kanë shkaktuar rrezike në shkallë të gjëra për jetën dhe trupin e shumë njerëzve.